Puna në shtet është pasardalitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti je kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për pull. Miq, në Tru Podcast ka ardhur një biznes i ri për të promovuar. Është një nga shumë të tjerë që kanë për të ardhur dhe do promovojnë bizneset e tyre në dritaren tonë. Biznesi sapo ardhur është Red and Black Motors, me destinacion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Red and Black Motors, juve gjeni mikun për makinën tuaj ideale. Transparenca është leitmotivi dhe kryefjala e kësaj kompanie, sepse mbi transparencën ngrihet edhe ndershmëria mes të 2 apo 3 palëve. Çdo makinë kontrollohet me kujdes, si në interior, si në eksterior, si në kamio, si në motor, si në çdo detaj tjetër teknik. E tregojnë çdo gjë hapur, pastër, duke ju treguar edhe defektet që mund të ketë makina dhe me sa para rekuperohen apo rinovohen, dhe të gjitha këto lloj defektesh, le të themi, që juve ju kushtojnë ekstra, ulen në çmim. Gjithashtu duhet fiksoni që ka edhe ndrrime, jo vetëm me makina, por thelbi i filozofisë të ndrimit është pasi të dakordsohen të dyja palët për çmimin e gjës që po futet në clearing, pra të makinës apo të një ore apo të një nuk e di se çfarë mund të përdorni juve për të blerë makinën që doni duke përdorur clearingun. Në Red and Black Motors juve nuk gjeni shica, sepse shica ka kudo, por gjeni miq tuaj për makinat. Ka doktor makinash që janë serviset e mirë, po ka edhe miq makinash, ku një ndërta është edhe Red and Black Motors. Kontaktoni në 2 numra në WhatsApp, janë numra amerikan. Në +1 203 802 88 49 ose +1 203 802 48 24. Red and Black Motors, garanci, sinqeritet dhe besim. Merrni telefonë, porosit makinat nga Amerika, super makina. Raportin në konfliktin ose luftën, genocidin e quaj unë e quaj genocid, nuk e di se çfarë terminologji e përdorni juve. Gaza, Izrael. Pyetja ime për ty është njerëzore. A thua prove që është proklamimi i humbjes ndërgjegjes njerëzore ose e zvenitjes ndërgjegjes njerëzore? Unë në një intervistë që kam dhënë në një nga këto televizionet para një muaji e kam quajtur ngjarjen nga Gaza turpi i shoqërisë njerëzore. Paka shumë kjo që thoni ju. Turpi i shoqërisë njerëzore sot. Dhe edhe se unë drejtoj pyetje shpesh që pse merrni shumë me Ukrainën, me këtë po merrni ngreni zër kurse për këtë nuk e ngreni. Unë për vete kam ngrit shumë zërin. Edhe unë. Edhe është shiko qose hesht, siç po heshtet. Me ato që ka ndodhur në Gaza, duhet jetë një jo vetëm një turp i shoqërisë njerëzore, por duhet jetë një shembull shumë negativ për të ardhmen. Po. Domethënë ti me një popullsi mund të bësh ato që bën,
boll që ti të bllokosh informacionin, të bllokosh aleancat, të bllokosh këtë, të bllokosh atë, të mbysësh opinionin etj. Të sigurosh aleat fuqishëm dhe ti mund ta bësh. Pse? Pse Gaza nuk është në Europë. Tash për të kaluar në edhe kjo ka atë thelbin e strategjisë vet. Po. Qëndrimi i Izraelit. Dihet dhe aty janë në qeveri janë një grup ministrash të ekstremit të djathtë, janë grup ministrash të cilët i shfryzon Netanyahu sa herë don dhe edhe për të nejtë pushtet, të cilët ashtu siç është teoria e Rusisë madhe, e Serbisë madhe, është edhe teoria e Izraelit madhe. Pra synimi është të bëhet Izraeli i madh. Ata pretendojnë që kanë territore shumë gjëra që kanë pas në kohën biblike. Dhe tashmë janë kryer mod këto siç pretendon rusi, siç pretendon serbi, siç pretendojnë të tjerë që historia na takon, doktrina sioniste. Doktrina sioniste dhe ai pretendon për këtë dhe çfarë për të mbijetuar atij duhet duhet që mos lejoj unitetin arab. Ai do ta njejë veten në rrezik sepse dy lufta e bëri me arabët, pavarësisht se i fitojnë arabët thotë i fituam ne 5-6, 6-7, këto lufta të tjera 7. Lufta 6 ditore. Këto tjera që janë zhvilluar. Por pra ai ja ka arritur në një pikë që vetë arabët mos ta ngrenë shumë zërin. E kuptoni tash që ndodhin krime atje dhe arabët nuk duhet të rrinte non-stop e mbledhur Liga Arabe. Duke ngritur zër, duke fol, vetëm duke fol. Nuk po themi se mbase s'kan gjë ndor me bë. Po nuk është se s'kan gjë ndor. Ka shumë ata. Parat që kanë ata. Po, kanë parat e gjithë botës, po. Kthejnë botën përmys. Pra, Izraeli ja ka arrit kësaj pjese që ti veçoj palestinezët nga arabët ose ti do psoj lidhet mes tyre. Tjetër, ata kanë punuar me një strategji, kanë një inteligjencë papame, mund të kesh kështu po do t'ja japësh hakun. Kanë një inteligjencë papame, shërbime sekrete tyre janë papa. Unë paktën që kam një eksperiencë gjatë edhe nga puna në shërbime sekrete, janë punuan në mënyrë të jashtëzakonshme dhe nuk i zën asnjë situatë të paprigatitur. Për mua unë s'kam dash të bëj, nuk i besoj shumë teorie konspirative sepse përpiqem mbi bazë analizave. Po dhe ngjarja e 7 tetorit nuk mund të sulmojnë një grup Hamasit, një grup Hamasi me 1000 Esad, vrasin 1000 Esad dhe këta mos kenë informacion. Nuk ka shanse. Kur ai e merr vesh se çapona. Shikoj se sa strikt dronin, se sa strikt janë dhe sa edhe gjithë kjo unë gjykoj ka qenë në funksion kësaj strategjisë së Izraelit madh, pra për t'ju dhënë arsye për t'i bërë. Dhe Hamasi efektivisht bëri lojën e Izraelit. Hamasi është fuqizuar nga Izraeli, Hamasi është financuar nga Izraeli, ka dokumenta për këto. Dhe çfarë përdor? Po ky kryeminist ka qenë në atë kohë që organizoi mbështetje për qarjen midis Hamasit dhe OÇP-s. Po. Dhe Al-Fatahut. Po. Mbështeti organizatës lirimtare palestineze. Dhe çfarë bëri? Domthonë dhe mbështeti këta që të fitonin pushtetin në Gaza. Dhe u spostuan nga Gaza. Dhe ka dokumenta që këta i jepshin rreth, domthonë nga sistemi i taksave të tyre i jepshin rreth $100 milion në vit investime. Domthonë Hamasit $100 milion në vit që ju jepshin atyre, ndërkohë që parat që vishin nga Katari, nga këto, që me miliardet që vishin, kaloshin nëpërmjet kanaleve izraelite. Pra e dinin që po vjen. Pse? Për këtë ditë ka punuar. Për këtë ditë, momentin që ju turën Hamas, po ju desh, pra bota në fillim uli kokën, se fakt ishte unë dyshoj që është edhe organizuar, është edhe nëse rusët nuk i kanë nxitur Hamasin, rusët e kanë ditë dhe kanë hesht. Sepse një konflikt tjetër largon të vëmendje nga Ukraina, siç e largojnë vëmendjen nga Ukraina. Jesh dashur, domthoni doli si asi në mëng kurton, që i doli ky konflikt dhe ata fillun domthon bënin ato që ra mbi 50%, ra mbi 50% informacionit paktën, nuk po themi mbështetje etj, por ra informacioni për Ukrainën. Dhe ata tashmë çfarë don? Nga ana tjetër marrim krahun iranian, se këtu lopët kryesore
jo lobët, po fuqitë që pretendojnë që janë rajonale të fuqishme, Variablat kryesore. variablet kryesore janë kushdo së ndoj, domethënë krahu izraelit apo krahu iranian. Çfarë bën iranianët? Shiko, iranianët do të themi realitetin janë një qytetërim i lashtë. Po, qytetërim shumë i Kanë bukur. qenë parendori. Mos harro, ata që kanë qenë parendori i kanë lënë ca dokumenta të shkruara si bëhet shteti, si bëhet, si bëhet kjo, si bëhet ajo. Pra ne themi në Turqia, po Po, Turqia pra pikërisht, Turqia shif sot, po Italia, po Gjermania, po Rusia, po gjithë këta që kanë qenë parendori kanë edhe Amerika si perandoria britanike. E kanë pjesë kulturës së tyre strategjisë këto. E them që është ajo që dikon se si problemet e sigurisë. Dhe edhe ata çfarë bën? Edhe ta punon me një strategji shumë interesante, por që nuk i kalkuluan mirë në fund. E çfarë bën? Ai bëri një rrethim Izraelit. I bëri një rrethim strategjik, edhe i bëri rrethim bor. Hamasin brenda. Tjetër, Hezbollahun në Liban. Po. Me goditjen e Saddamit që ndroi pushtetet atje e morën shitët. Pushtetin e kanë shitët në Irak. Ai krijoi ato milicit shite që i kanë disa milici që janë në varësi direkt që financohen nga këta. Tjetër, Jemenin e përdor si kërcënim nga larg, këtej Sirin nëpërmjet Asadit pra financoi regjimin e tjerë. Pra bëri një rrethim. Po ta shohësh po ta bësh, kesh mundësi ta bësh më hard, bëni një rrethim. Dhe Izraeli nuk është se nuk e di, shërbimet e inteligjencës izraelite e dinë, por nuk në këndvështrimin tim nuk gjenin mundësi se si duhet dal nga kjo situatë. Dhe situata ishte nëpërmjet Hamasit. Hamasi sulmoi, këta tash imi veta që u vran janë dëm kolateral, mund ta quash. Po. A kupton? Për interesa shumë më të mëdha. Sakrificë heronj. Siç u folën në atë kohë edhe për kullat binjake, që unë nuk i besoj teorive konspirative, por në logjik kjo funksionon. Të kullat prove, të dy jemi nuk i besojmë konspiracionit, po që edhe dy avion të rrëzojnë një çelik i cili është i programuar të shkrihet në 1400 gradë, edhe këtë nuk ma hamenia. Po. Domethënë nuk bie ajo kështu. Po, dhe çfarë ndodhi? Dhe këta pastaj fillon eliminimin, ndërkohë që këta inteligjenca kishte punuar. Ai arriti të jepte biper gjithë zinxhirit komandues të Hezbollahut, e kupton? Dhe ai nuk do ta merrte vesh se kur Hamasi do të sulmonte Izraelin. Kupton? Pra, edhe arriti deri këtu që në fillim edhe ata bën edhe Izraeli shansi tyre që erdhi ndyshoi pushteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse po ta kish parasysh Bideni edhe i mbështeste, ju jepte çfarë kërkonte, Bill Bideni direkt i tha ora kjo që po bëni janë krime lufte. Ke parasysh deklaratat e tij, domthonë liro shtrëngo, po çfarë desh ju dha. E kupton. Pastaj më pas këta fillun për një farë kohë me të drejtën që këta na sulmuan etj, por në momentin që ti fillon përdor dhunë ndaj përdor dhunë ndaj popullsisë civile, nuk ka asnjë lloj justifikimi më. Nuk ka. Shiko, ti je shteti, ke ushtrin, ke ushtrin, ke policin, i ke të trajnuar njerëzit që të ndajnë terroristin nga qytetari. Po. Se nëse ti, kjo është politika që bëjnë edhe rusët në fakt. Ke parasysh që ndodhet një herë në një pengmarrje e këtyre çeçenëve në një ka shkruar Anna Politskajeva, Rusia, Çeçenia, turpi rusisë tot. Edhe çfarë bën ata për të vrarë këta, për një fshiu gjithë fshatin. Fshiu gjithë atë. Për ne, përveç kësaj edhe këta pengmarrësit. Domethënë, ikën pengmarrësit dhe pengjet bashkë. Pse vetëm që t'i jap aty mesazh që ne nuk i sakrifikojmë edhe tanët. Po në këtë formë tash, nëse ti je shtet, atëherë nuk mund të frasësh ti tjetrin duke shkuar për të kërkuar ndihmë. Jo, po dy nga ata ishin terroristë. Ose të thosh ti që njëri nga këta gazetarë, nga këta 5 gazetarët, njëri nga këta 5 ishte shefi një celule. Po më ti je shteti, vëlla, ti veçoje këtë një nga të 5-t, me forca komando, kape, bëj çfarë dush, po mos vrit 4 tjerët. Dhe me këto Izraeli dëmtoi veten e vet. Sot Izraeli është në pikën më të zezë të reputacionit të vet ndërkombëtar. Ai Izrael që gjithë bota po të prekej një qifut reagonte, edhe sot reagon sepse qytetërimi sidomos europian është i financuar. Është kanë mbështetjen e tjerë, por edhe e ka tashme atë ndjenjën e fajit që nuk i mbrojti dot qifutet, edhe por ka ndryshuar shumë
Domethënë Netanyahu i ka bërë dëm të jashtëzakonshëm. Ti ke parasysh që janë 600 lider të organizatave të sigurisë bën një petencion. Pra kur vet ata janë 2 ish kryeministra të cilët ata e akuzojnë Izraelin se po bën gjenocid. Pra, mirë po, Netanyahu kur vjen puna, kjo elit politike do jetë turpi i historisë Izraelit. Kjo elit politike që është atje. Do vinë do jemi bashkë ne, do flasim prapë herë tjetër, masa vitesh, masa dekadash dhe nuk do ta shlyjnë këtë turp që ka bërë. Ai më shumë mirë mund t'i zgjidhte nga ana ushtarake, por me popullsinë civile nuk mund të zhdukesh një komti, një popullsi tërë. Tjetër atë çfarë po bëjnë tash? Po përpiqen tash ajo që ishte deri dje. Për ne themon që Hamasi dëmi më të madh që ka shkaktuar lëvizjes palestineze, ja ka shkaktuar Hamasi. Nuk ja ka bëu Izraeli, ja ka bëu Hamasi. Me këto që bëri, tash që apo çështja palestineze, le të thot Franca do ta njofi Franca, do ta njofi në disa shtete tjera. Po do ta njohin, çfarë do të njohin kur s'ka shtet? Do të njohin atë që do ndërtojnë këta. Po kur të binë dakord për ta ndërtuar. Kur binë dakord për ta ndërtuar. Ka të bëjë me rrugën e dytë më ndafshit kjo profe. Më ka ardhur para një viti, më ka ardhur rruga para se të ndodhte konflikti. Rruga më ndafshit edhe këto rrugët tregtare që janë gjeopolitike. Korridoret gjeopolitike nuk funksionojnë nuk do jenë zgjidhje në kushtet e përplasjeve. Ato janë kur ka një zhvillim paqësor. Po e bën Kina për shembull, një rrugë, si e ka këtë nismën që kanë kinezët. Pra, këto rrugë më ndash po me një koncept tjetër që i thonë ata. Pa u fut në Ballkan, futu deri në Groenland, futu në Afrikë, futu në gjitha në Panama kur e morën vesh amerikanët, ata zotroshin firmat më të mëdha, maton kanalit dhe më këton kanalit. Nga të dy anët. Agjencitë banore, agjencitë gjithçka që liçi me përqindje e kinezëve. Pra, ai po thotë stop. Bjerë rreth botës për të shkuar atje në krah tjetër. Kanali Panamaz është ideuar nga njeriu më vizionar i Amerikës. Theodore Roosevelt për 100 vite të ardhshme të Amerikës. është ata burrat e shtetit atëherë kanë. Ai është presidenti më i mirë për zhvillim, nuk e kanë pas idenë që por edhe gjeopolitikën e kanë pas qartë ata. Pra ne do ta bëjmë ai që këtu në fakt defekti ishte sa këta ishin kanali Panamaz është vepër e tyre. A kupton? Është edhe investimi i tyre. Po. Ashtu. Ata e blen ato nga ai francezi që pa të filluar etj, po ta dish pak historinë. Po. Dhe në momentin që këta ja kaluan me traktat që ishin kohën e presidentit, njërë nga këta presidentit ka vdek par vjetë ky presidenti i Amerikës. Jo Fordi, po një nga këta presidentit tjerë. Carteri. Po, Carteri ka vdekur vjetë. Jimmy Carter. Dhe ai ja kaloi me traktat dhe ishte ky ishte gabim strategjik. Pastaj gabim strategjik. Boni gabim ai dhe këta Jimmy Carter 4 vjet e ka mbajtur apo? Po, më i dobët e ka qenë, po dhe çfarë bëri ai, domethënë, megjithatë traktati e kalon një po ta lezosh, e kalon një klauzolë aty që në rast se cënohet siguria e kanalit, kjo siguria është siguria ekonomike, ato siguri që i tha përmendëm në fillim ne. Shtetet Bashkuara kanë drejtë ndërhyjnë. Aha, domethënë e ka klauzolën. Trumpi këtë ka. E bllokoja në kanalin e Panamaz e ka bërë çështje tash. E ka bërë çështje dhe ata kanë filluar, domethënë, ja hoqin kinezëve. Dhe të shohim se si do shkojnë. Po me Shqipërinë çfarë do bëhet? 1 minutë përgjigje. Se neve kjo na intereson. Në fushën e sigurisë. Shiko, ka qenë një fat i madh për shqiptarët që u bën, ne thamë që kultura jonë e strategjisë është që ne do t'i zgjidhim problemin e sigurisë duke u mbështetur një aleat të madh. Ne jemi bë antar të një aleancës më të fuqishme në botë që po fuqizohet. Po Shqipërisë i dalin detyrim se edhe për të përfshi aleanca duhet të paguash. Një 2 javë do të luftosh vetë herë. Po. Derisa të kalojnë vendimarrjet, sepse një shtet më thonë nuk jam dakord. Të prish po është parimi një antar një votë. Po, një shtet të vën vetën. Pra ne do të jemi të përgatitur vetë.
do të jemi përgatitur dhe duhet të shikojmë shumë gjëra. Duke një nga cilat tjetër dhe shërbimi detyrueshëm ushtarak. Për këtë jam dhe unë 100% dakord bro. Ka qenë dikur nuk t'jepte nuse tjetrin në fshat ose në qytet, Nëse nuk ishte ushtar. Nëse s'ke marrë ushtrin. Nuk ishte kot kjo. Sepse quaj që ishte i pjekur, ishte gjithçka. Pra, plus asaj që bëshe dikushi, domethënë sepse jetoshe në ambient tjetër. Dilje nga ambienti i fshatit, nga ambienti i familjes, jetoje në ambient tjetër. Pra merrshi po e them një kulturë tjetër, 2 vjet, 3 vjet aq sa ishte shërbimi ushtar. Dhe kemi detyrimin për investimet. Tashmë është e prerë ajo. I detyruar që brenda 10 vjeçare shkosh ke 5% që 5%, a? Po, brenda 10 vjeçare, ja. Po. Nuk shkosh më në vitit, po të shkosh duke shtuar 2.9, 3, 3.5, brenda 10 vjeçare shkosh ajo. Dhe këto ne do t'i arrijmë. Do t'i arrijmë se ke detyrim. Nuk është, edhe unë këtë e quajmë një diçka të madhe ndërhyrjen e trandit. Është permisuar ushtria këtu prova? Unë shoh që është proces, nuk është. Jemi vendatar i NATO-s, po mos harrojmë se kapacitetet tona këto janë. Kapacitetet tona ekonomike. Sepse shikoj, ushtri ka shtet që ka para. Po. Megjithatë, ushtri duhet të ketë edhe shtet që ka vizion. Po. Ne duhet i krijojmë këto, duhet të ndajmë aq sa na takon nga buxheti për ushtri. Unë kam qenë në një vizitë para 2 vjetësh në Finland. Dhe më të roqën shumë këtu, nuk ishe bo Finland antarë natës, bilej nga të smova që mua beta, tha nuk e mbështesin, tha dhe 18% tha ne. Thash nuk e mbështesin se nuk kërcënohen, po të kërcënohen do ta kuptoni se ç'do thotë thjesht. Po ata e kishin pjesë kulturës tyre, stërvitjen. Ajo që ne I thoshim jo zbori, jo ashtu e ata kishin vetëm po. Ai mëson të çy fëmijë që në shkollë. Burrat ishin të organizuar në po e them në njësi që të stërviteshin të merreshin informacion. Pse? Ata kishin provuar herë nga rusi, 100 vjet me zor shpëtuar nga rusi. 100 vjet kanë në sundimin e Rusisë. Po. Unë nuk po them që të kthehet me atë metodologjinë që ka qenë, por ne duhet të jemi të përgatitur. Duhet të jemi përgatitur. Ballkani sado që pjesa më e madhe janë mbështetë antar të NATO-s, për sa kohë Serbia do ketë një elitë të tillë politike që synon që të përfitojë sa më shumë nga fqinjet dhe të kthehet në Serbinë e madhe, do kemi ne probleme, do ketë shtetet tjera, do ketë Kroacia, do ketë gjithë. Kështu që vetëm kjo, duke qenë pjesë aleancave, duke rritur prodhimin e industrinë ushtarake, duke bashkëpunuar në inteligjencë, në teknologji, në gjitha, ne do të jemi bashkëkohor edhe në fushën e mbrojtjes. Mund të rritet kjo duke sjellë investimet ose fabrika të ndërtimit botror të armëve. Absolutisht po. Ne kemi pas traditë në këtë fushë. Ne kemi qenë ato ai parimi I famshëm që bë pjesë e kulturës shqiptare strategjisë për kohën me mbështetjen forcat e veta. Po. Dhe këtu prodhoi që nga traktori që ishte I fundit, dhe prodhoshin kurse për armatim ne autobus armatime. Ne armatim prodhoshim që nga Kalashnikove eksportonim. Ndërkohë që uzina mjekësit për shembull mori teknologjinë e fundit suedeze. Teknologjinë e fundit suedeze është mjekësi ka qenë shumë për kohën. Po. Mjekësi është edhe nga Elbasani duket, po në Elbasan. Pra, ai është akoma në prodhim. Është akoma në prodhim, po është për fishek duket. Apo për armë. Për dikur ka qenë për prodhimin e barutit. Barut tani e ka kaluar kështu. Tashi merret po nga këto ushtarakët, nuk e edhe jo ushtarake për shëmbin e rrugëve këtyre digave, ndërtimin e digave. Prodhimin e këtyre për prodhimin e këtyre logjistikës. Po ta themi dinamitit industrial. Industrial fiks. Që përdoret për shpërthime për këto tjera. Por që kthen drejtimin aty, po ashtu duhet. Sepse sot një nga çmimet më të shtrenjta po shkoi çmimi I barutit. I barutit, a? Jashmase. Është problem I madh baruti, blihet me flori. Po kjo është, më thënë, neve këtë kemi mundësi. Ndërto armë shiti. Ai koncepti që thonë je profesione. Ti si thuti ndërto armë dhe shiti, ti ke menjen ke vrasja ke këtë. Jo zotëri, ka menjen ke mbrojtja. Po. Ka mbrojtja njerëzve të mi. Po. Nuk ka menjen as ke vrasja, ai kush vita të doj ta provoj, le të vita provoj. Por që unë duhet jemi përgatitur. Sepse nëse ti nuk je I përgatitur, atjetër nuk të ka në refene farë kur I thonë në gjuhë popullore. Prova, mund ta themi me plot gojë që në kohën e monizmit, të vetmin gjë që neve kishim të ndërtuar në mënyrë të përbindshme dhe spektakolare, ka qenë shërbimi I brendshëm dhe I jashtëm. Domethënë kemi pasur nga shërbimet më të frikshme. Jo të frikshme, edhe të frikshme për neve këtu brenda, po edhe të frikshme në ndërtim, pra në strukturë, pra shumë efikase, shumë eficiente. Të kuptoj.
Kjo që ka qenë shërbim... Ajo është krenari për neve? Jo, nuk është vetëm pjesë e krenarisë, ka pjesë duhet jetë e krenarisë, po ka pjesë duhet jetë edhe turpit, po. Edhe turpit. Po, normale se ishin 8 leksha që të spiononin për një pulpo. Jo, ideja është që duke qenë pjesë një bote lindore, pjesës lindore, ashtu kur u ndan ata, kur u ndan këto në Aram, po. Ne zgjodhëm çik vetë. Edhe po ashtu ishte, edhe ky shërbim u ndërtua në bazën një modeli modeli lindor, modeli rus. Po. KGB, normalisht ata kuadrat e parë studiuan atje në Bashkimin Sovjetik. Disa më vonë, pastaj vitet 72 është krijuar shkolla e Ministrisë Brendshme këtu, ajo që është sot akademia, është krijuar. Por çfarë ndodhi? Sepse njerëzit thonë e ka patur shërbimi ka funksionuar mbi bazën e disa platformave. Pra çdo 5 vjet rinovoi një platformë që quhet platforma politike për punën e organeve të punës brendshme. Është interesante të marrësh atë, është si puna një ligji sot. Pra, si që është një ligj, ajo ishte platforma. Ajo thoshte çka ka drejt, si përgjon, si vëzhgon, si arreston, si bën mënyra ç'a lejohet, ç'a ndalohet, gjitha. Si shërbim në aspektin e jashtëm, edhe këtu në aspektin e jashtëm mund ta ndajmë dy pjesë. Ndjekja që i bëj kundërshtarëve politik të arratisur, mund ta qush sot që ka shkel drejta tjera, ndërsa nëse ai merresh me zbulimin serb, me kundra zbulimin, po. Duke u marrë me zbulimet e tjera të huaja, duke i përballuar ndërhyrjet e tyre në Shqipëri, ai ishte sistemi. Mund ta themi që është një detyrë që është detyrë patriotike që ka kërkuar. Kurse pjesa e brendshme, edhe pjesa e brendshme do ta ndajmë në dy pjesë. Do të vëmë tani njëra që është marrë me ndërgjegjen. Pra, me drejtën që ti të cënosh lirinë e mendimit. Por ishte punë e sistemit. Ky ka zbatuar ato norma të kodit penal që ishin në kodin penal ato agitacione, propagandë etj. Unë nuk pajtohem kurrë me atë që ai që ka shkel normat e kohës duhet marrë përgjegjësi ligjore. Po deri më sot nuk është bërë asnjë shembull. Po. Nuk është bërë asnjë shembull. Parlamentet prove. Ashtu. Janë gjithë parlamentet. Ashtu, po. Dhe unë jam marrë shumë me studime në këtë fushë me të drejtën edhe do nxjerr diçka. Do kisha shumë dëshirë të më jepin në një referent. Unë ja kërkoj gjithë profesorëve, më dërgojnë në PDF disa gjona se unë mbaroj për shërbimin e brendshëm. Të paktën ta njoh se miku koha tash. Po ta njoh. Ka gjëra shumë interesante. Unë jam marrë pak edhe ka marrë shërbimin që nga koha Zogut, që nga Po, ajo është e bukur, ti shikoj të gjitha në seri që zhvillimi ka patur. Po ta them që edhe gjatë periudhës së komunizmit prova këto që merreshin në bazë të shkeljes së drejta për shumë përgjimi, vëzhgimi, nuk përbëshin prova në gjykatë. Nuk përbëshin? Jo, nuk e lejon as kodi i procedurës as kodi penal. Nuk lejohet. Pra nuk sot për shembull përgjimi është provë. Po. Merr miratimin e prokurorit, e ke shkruar, e ke kod procedurës, e ke kod penal, si dënojë etj, si organizohet dhe është provë. Në atë kohë nuk quhej provë. Do thoshi po si ai ishte për të krijuar bindjen, e brendshme. Pra unë e di që ky është armik i pushtetit. Aha, okay. Enjoy me veshë bëj, kurse për ta dënuar do gjej dëshmitar, do gjej prova. Edhe kjo pastaj ka qenë deri atje që edhe janë falsifikuar, janë dënuar, janë falsifikuar dëshmitarë etj. Pra kjo kurse si shërbim, po të them unë, po citoj vetëm anglezët për shembull, kur ishte kryeministri britanik, u publikuan disa dokumente që u quajtën një nga shërbimet ose ato që humbën këtu, njerëzit e tyre që humbën këtu, quajtën atko kasaphana shqiptare. Pra kush erdhi, u godit dhe më fort është se shumica këtyre thoshin që është loja Kim Philbit. Nuk me Kim Philbi se kush diversant zbret në Mokër apo kush. Pra kanë qenë të tërë punë këtij shërbimi. Tërë punë Kim Philbi merre me lihet kryesore ndërkombëtare. Normal që ka pas luajtur rolin e tyre, po kur i ngjoj ca që po pra kur i ngjoj ca që thon kështu vjen për qesh në herë, kupton, po unë duke qenë në një pozicion tillë jam përpjek që të paktën në fushën studimore tash jam përpjek të vej pikat mbi. Domethënë unë ju bëj leksione studentëve të shkencave politike. Çfarë ka përfaqësuar ky shërbim inteligjent?
sepse disa lidhet me sigurinë. Edhe çfarë profesion ky sot? Ku jemi, bile i përfshi edhe shërbimin e Kosovës për inteligjencë etj. Sepse tashmë jemi disa shërbime. Jemi duhet ta kuptojmë këtë, se shumë pak e quajmë se janë tjerë ata janë me ne. Janë tanë dhe ne duhet ta kuptojmë institucionalisht. E kupton, duhet të bashkëpunojmë shërbime, duhet edhe nuk është se s'kemi bashkëpunuar, por që sot ne shërbimi i inteligjencë shqiptar është një shërbim bashkëkohor, nuk po them që një shërbim vlen aq sa para pagu shteti për atë shërbim. I ke thonë gjitha me këtë. A kupton? Sa para e pagu shteti. Me këtë i ke thonë gjitha. Edhe pastaj lidhen edhe ka edhe faktorë tjerë që ndikojnë patriotizmi, pasioni. Izraelitët për shembull shërbim. Nëse se ata e kanë gjithë tjetër, ata e kanë publike, po. Përveç paras ata e kanë edhe shpirtërore, domethënë ai që punon në këtë sektor është gati sakrifikoj gjithçka. Domethënë ai se mund të jetë pak shembull banal, por nuk e kanë problem, domethënë që ta sakrifikojë edhe grunt hyn marrëdhënie me armikun vetëm për të përfituar informacione. Ne nuk e bëjmë dot këto. Po se ata nuk lidhet me kulturën tonë strategjike. Si ta tenca opini nuk ka rëndësi çan gjyre ka maci ata, rëndësi kapi miun. Kapi miun. Kështu. Edhe themi që jemi në marrëdhënie me alat, për shembull ne kemi bërë operacione unë pak kur kam qenë shef shërbimi në qark, kemi bërë operacione spektakolare bashkëpunim me shërbimet e partnere. Dhe ata habiteshin me aftësitë tona, ta themi kështu. Ata mendoshin bishin gjatë për ata jeta ishte kryesore, kurse ne nuk e vlerësojmë shumë jetën dhe është shumë interesante dhe kjo është arsye që ne kemi shumë dëshmorë edhe në polici. E që hynë, që rregulli parë në polici ma ka thënë drejtues policie është nëse ti je në inferior numër largohu, vlla se e kap tjetri. E kapim nesër atë, po nëse kemi orë do ta kapun sot atë. E kupton edhe kjo ka bë. Dhe ata habiteshin me ne me devocionin në punë që kishim. Dhe kanë bërë vlerësime maksimale, me thënë drejtën, për punën që kemi për goditje, kemi godit terrorist të rangut botror. Terrorist të rangut botror. Rangut botror që lidhet nga organizatat më të fuqishme terroriste. Domthonë shefat atij që kemi arrestuar ne këtu ishte ky që u vra nga amerikanët në Iran. Jo, ky që vran në Afganistan, që vran Ayman Zawahiriin. Ayman, shefi tyre që ishte këtu. I vllai ka qenë Aymani, nuk bëhet fjalë kështu, po janë shumë interesante domthonë. Si kalojnë këto prove, domethënë nëse se këtu janë sekrete që s'tuhen publik, nuk informacione pastaj po nxorë informacionin ja kemi nxjerrë atyre që na shikojnë, a kupton? Dekonspirojmë shtetin. Jo, forma dhe metodat nuk kemi. Ne duam të tregojmë se shteti është i fortë. Dhe duke i treguar këta shembuj tregojmë që shteti është i fortë. Domethënë ata erdhën, u përpoqën të përfitojnë nga mikpritja shqiptare, u instaluan në Shqipëri, ne i zbuluam, i goditëm, bashkëpunim me agjencitë e tjera dhe i bëm t'i çojmë atje nga kishin ardhur. I keni kapur gjallë, prof, ha? Patjetër që gjallë. Nuk bëjnë fare rezistent, në këto lloj rastesh bëjnë rezistent. Njëri nga këta bëri rezistencë dhe zhvrau komandantin e RN-s. Dëshvrau komandantin. Po gjujti, qef Lavatriçe, ishim qef Lavatriçe, gjujti edhe për punë milimetër i kaloi plumin në zemër, po, në 98-ën. Të merr. Kurse tjerë kemi kap gjallë, kemi dorëzuar shërbime partnere, ata i kanë brenda normave ndërkombëtare, pra duke i dëbuar me dokumente me gjitha. Pra, ka treguar që shërbimet tona bashkëpunim policia, agjencitë tona zbatimit të ligjit janë të fuqishme. Atëherë, edhe sot keni parasysh ngjarjen me kur pa dali Sisi, domethënë që doshin të vepronin kur do bëj ndeshja e Izrael Shqipëri në Shkodër. Pra ishin shërbimet inteligjencë që bashkëpunuan dhe i neutralizuan personat. E kupton? Pra ne në këtë fushë jemi edhe bashkëpunojmë mirë, kemi edhe detyrimet tona si antar të NATO-s. Pra edhe policia, por edhe shërbimet inteligjencë, jemi disa shërbime inteligjente, bashkëpunojmë, kemi partneritet. Normalisht që këtu do vi koha që edhe ne të bëjmë një reformë këtë fushë në aspektin e krijimit të një kupole. Shiko